Përshëndetje, a mund të më thuash pse je këtu? Erdha këtu për të qenë zëri i perindve në Iran. Do të doja një Iran të lirë me Mariam Rajahin. Plani 10 pikësh është plani më i mirë për Iranin. Ne duam një vend të lirë dhe një Iran të lirë. Faleminderit shumë. Përshëndetje. Unë jam Iman Sharif nga Los Angeles, Kaliforni. Kam ardhur sot këtu në New York për të mbështetur tubimin kundër Masud Pezeshkian, të ashtu quajturit president të Iranit, i cili ka vrarë më shumë se 1700 të burgosur politik që nga fillimi i mandatit të tij. Gjithashtu jemi këtu për të mbështetur popullin e Iranit dhe për të mbështetur planin 10 pikësh të Mariam Rajavit për një republikë demokratike të lirë dhe jo bërthamore të Iranit. Pse e mbështet një Iran të lirë? E mbështes një Iran të lirë sepse kam lidhje shumë të forta personale me këtë kauz. Nga ana e gjyshës sime, vëllai i saj u torturua nga shahu dhe nga Savaku. Ndërsa nga ana e babait tim, e gjithë familja e tij u masakrua nga regjimi në vitin 1988. Dhe siç tha Michelle, bashkëdelegatja ime e re, kjo kauz nuk është vetëm sepse familja ime ne mbështet këtë. Është sepse unë personalisht besoj në të drejtat të barabarta njerëzore për të gjithë në Iran.